Raporti i auditit brendshëm të Ministrisë së Mbrojtjes, i cili po kontrollon procedurën, nuk ka përfunduar ende dhe sipas afateve të përcaktuara nga ligji për auditin e brendshëm, data 11/12/2013, është afati i fundit për dorësimin e observacioneve nga ana e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Kontrolli i lartë i shtetit i ka audituar të njëjtat procedura për vitet 2010-2012 dhe nuk ka konstatuar shkelje. Pra, kallëzimi nuk ka kaluar nëpërmjet institucioneve të specializuara të Ministrisë së Mbrojtjes apo edhe institucioneve tjera të ngarkuara nga ligji. Por pavarësisht se hetimi administrativ nuk ka mbaruar, nuk ka përfunduar, draft raporti i grupit të auditit gjithsesi nuk evidenton shkeljet procedurës ligjore që mund të ndiqen penalisht. Prandaj pyes zotin Rama. Kush e ka hartuar kallëzimin penal kur hetimi administrativ nuk ka përfunduar ende? Ç'është ky grupi i ekspertëve, citoj ministren e Mbrojtjes, kur qartazi nuk bëhet fjalë për drejtorinë e auditimit të Ministrisë së Mbrojtjes. Si mund të hetohen në një shtet të së drejtës, qytetar apo në punës të shtetit, nga persona të pa autorizuar nga ligji? A nuk janë këta ekspert privat të Edvin Ramës me zyrën Partinë Socialiste dhe a nuk janë këta të atyre grupeve famkeqe speciale të hetimit, cilët ende janë në memorien tonë? I kujtoj zotërisë, ashtu si edhe gjithë kësaj shpure, se do të mbajnë përgjegjësi të plot para ligjit.